Valja është këgja eksperte e baklavave. E sot në ta shohin ndryshe, për marrë edhe unë e këtë cilin. Thoshte 7 fakulteta mi pas, fshisa pret mazdere. Prishet në pjekje dhe në shërbet. Do më thonë nëse gjatë pjekjes nuk pjeket mirë. Edhe nëse shërbeti si të rrezitet. Nëse shërbeti nuk ka shumë sheqer, del pak më e butë. Nana jeme është ekspert i kuzhinës. Edhe në zakonisht ja baj ti e mbretneshe millit. Edhe i kuzhinës. Lloj se zgone? Po të logitoj në. Ti deshte me thonë me këto që kjerë dhe Melita. Selam aleikum të dashur shikues të RTI-s. Sot në shtëpita me kom prit Valentinën, kolegën time të dashur. E kësaj herë ja kom bë pak me hile, se kemi vendosur bashk me gatu baklavën e Bajramit. Valja është këgja eksperte e baklavave, edhe dashta me shfrytzu rastin, edhe me realizu një historie, edhe me përcjell një recetë të baklavës mirë, se para Ramazanit rënje lypqa ashtu, e nënën tjetër edhe më met baklava për Bajram, 3 në 1. Valja Allah që përblet. Faleminderit që ke ardhur. Shikues janë mësuar të pa veç si pedagoge, psikologe, analiste e çështjeve të ndryshme që vi diskutojnë bashk edhe në qasje të 3D, po edhe në për short contentat. E sot në ta shohin ndryshe, për marrë edhe unë e këtë cilën, e kyshtimet me bismillah me të hodojnë baklava. Po filloj me një thanje të një profesoreshës shumë të ndërune, që na ka dhënë mësim në fakultet. Më shumë ty që ta fërdita zumës, se ki për zamre. Po, aja është e veçantë për mu, po është dikush tjetër që ka thonë këto. Thoshte 7 fakulteta mi pas, fshisa pret mazdere. Që do më thonë, na gratë pavarësisht që ka bojna, që ka merëm jashtë shtëpis, në shtëpi punë tona jënë tunat, edhe na merëm një. Unë baklavat i kom këgja për qefi, edhe nuk pritoj hiq me gatu baklava. Ndoshta nuk kena me konë qaqë detajiste, a di format, dikush që shko qef mi bë kulacat në ato format e mira, unë tjesht pa na i farë diskutimi, tjesht e përfundoj punën, kërësore shia është unike. Edhe që kjo është më rëndësishme, apo? Tash të që i marëm vizore, na dhe me matë me centimetër, kuleqt. Edhe unë për të regoj pra një diçka, një kunat e shpis. Ti të regoj, unë vazhdoj. Unë kur i gatujshin bukët mazdore, me centimetra i ka pas të barabarta. Po ato janë shumë zujat, edhe nona e më shqashtu. Po prapë shijeve të bukëve të mija, se bëse që jam ka kalus një që të shakry pak në shumë. Okej, na përflojna me vesë në kina fshatit. Dhe janë freskët, po këna i marrë 5 copa vetëm të koqë të vezës, e një kemi komplet. Kështu që a i bojmë bashkë? Ama kërës, do më thonë 6 vezë duhet. 6 vezë janë total, po një është komplet, 5 janë vetëm. Na po duhet tani mjë përshtat edhe tepsijave qëfar mundësie, po qëfar dimenzione shkena në mënyrë që sa ma pak produkte. Nërma që tash nuk kemi as tu pa nas shpërretërojmës, do të mjë përshtat, po mëndaj druve, do të mjë përshtat këti shpërreti që i kemi. Para se me fillu me vezë, po të rregoj që i kemi 200 ml vaj, qëmësht edhe kos shpije. Një shestja është për me gjatë të hollimit për me përdor. Me spetat më mirë. Mielin. Këto kemi një peciv. Ma herët se kom përdor kur pecive në petat e baklavës, po 2 herat e fundit që kom përdor ka dalë shumë mirë. Vonë fryen pak petat. E këto është shumë pak kryp, se nana jam thët mielli pak kryp nuk bën. Edhe gjithmonë, edhe pse është baklav, kjo nuk janë donë as pak shijen, se është shumë pak në sasi, po mielli e donë pak kryp. Kështu që unë kom vepru sipas këshillave të nanës tem që nuk më ka ro keq. Hajde bismillah. Mja huqa ka dertë kështu, për pak se këna këshyr, për shumë s'na ka bo lazëm. Kështu për centirat që ko gja mirë, s'ko ke me atë bendimin që njësia matë që shqiptarit të tahmini. Unë e valla e përdori shumë me tahmin. Më do këtë që me sy e di sa shkon. Synin kanar të vale. Te këshim pas edhe beken, ta ban me u realizu si një emision. Tash mundet na i shiku se më thonë, po merë brevet një janë, ajde më zu sikletav një që të dyja. Beki për na mungon, po me bekin kësmet kemi me hangër bashk. Sot jemi agjëru shumë nuk mujna me shiju, po kur të pjeket baklava, na kena me kërku gjithqysh. Kërë që edhe beki ka marrë pjesë me kërku qysh të ka dalë. Dull qysh dull, na shikuzve e kena në plan më ju thonë, baklavë matë mirë s'kena hangër kur. Që ashtu e liprani para kamerave dhe? Unë do këtë që qka do që përgadisim për Bajram, baklava e ka vendin e vetë, qaj e vjen komplet gone. Kështu që pa baklavë më do këtë... Pa baklavë më do këtë që s'ka Bajram. Ama veç edhe vezet e fshatit, sigur të bojnë baklavë. E bojnë të vetën, absolut. Ta shtu e lyp telin, ku me gjithë gani atë tel që s'ka tel. Hajde bismillah, vale. Sta pak kryp për hedi tani. Unë e gane, është tira parë që
sigurisht që gatojnë para shikuesve, po kam edhe një telashe edhe në shtëpi. Tepër shpejt gatuj, as nuk i konsideroj këtë punë të gatimit, po kur vjen dikush edhe 3000 kryet këshyr, hiç s'kam qef. Si komision kështu. E sot po ndryshon Atë na të shohim që s'është kërkosh. Po, patjetër, ashtu E kulisht kemi mi bo bashkë edhe ashtu, tash të shohim kush picën tirat më mirë. Adrenica Ana Morava, megjithse kogja Massimilu edhe. A di çka do të thonë, për m'ja hjek pak gajlen. E po. Për m'ja hjek pak gajlen shikuesve dhe këtë atyre që gatojnë. Sado që i merr kohë me centirat, a janë të rrumbullakët, a janë të mirë, aty janë. Kur në fund pjeket edhe hahet baklava, kërkosh nuk kishe petat që janë, po e shijon. Ama neve kanë ndaj pa dhe petat edhe kules. A di se A dikun mujt banë janë me montazh mi marr dikun do kulet që janë më mirë kështu të nuk besoj që ka nevojë. forma më e mirë edhe në. A marrë qëto me sitë kështu? Mielin e qëtë qështu. Me qenë se mjedhja është i situr, nuk besoj që ka nevojë. Nëse do me ta bëj qefin. S'po bëj pa. Jo, sa për qef në rregull jena. Unë ndërkohë kom plan me bo do lëngë me speca për iftar. Se në Ramazan pa lëngë me speca dhe pa pital ka nuk mujna kështu bismillah me bona si njerëz të shtëpisë. Tani gradualisht i hedhim edhe mielin, po jo kështu me njëherë, po gradualisht. Më duket për 50 veta këtë ullë baklavë vale. Një javë na me mujtë me të hollu heq. Hajde bismillah. Se janë nisin tani më thojnë që dhe me ditë ganja e... Bële e peciven me miell, përzi pak në ndaj prapë shtem. Tash na thot na i kush po përdorin barbarizma, s'pi thojnë pluhur për pjekje. Vallana na mësu bre peciva me i thonë, kështu që okej, pluhur për pjekje është. A është përkthimi adekuat pluhur për pjekje? Bashkë mu interesu. Po me qenë se është pluhur, në formë pluhurit, e mandej është për pjekje, mendoj që ajo është për gatim. Po. Sa s'pjeket pa pluhur për pjekje, pjeket për fart, veç që nuk flyhet. Mu më qenë shumë të gjuhtarë që i kemi, edhe që e shikojnë shumë fjallë tona çfarë do të thonë kanë gjuhës shqipe. Por si kënga e zogut verës që vallëzon blerim të prillit, por si ëmbli fladjerës që lemon gjitet trëndafilit, por si vala e bregu detit, por si gjama e rrëfez gjetare, si ushtima e një tërmeti, njashtu kom na dalë baklava jonë. Unë vetëm se isha duke pritur që gonja kam e të vargje. Kështu, unë kam një zakon, kur shoh receta të ndryshme, normal që i marr, po herën e parë e provoj qysh edhe kam parë recetën. Nëse të njëjtën recetë e provoj për herë dytë, gati kur njëtë nuk e provoj të njëjtën sasi as njëjtë atësene, pa i shtu se mi hjek diçka vetë. Për shembull baklavat kanë shumë sheqer në sherbet, edhe unë nuk e kam marak qatë shumë. Po baklava ka një diçka. Sigurisht që këtë kanë rëndësi mielli, vezet, secila ka rolin e vet në baklavë. Po baklava prishet në pjekje dhe në sherbet. Domethënë nëse gjatë pjekjes nuk pjeket mirë, edhe nëse sherbeti si të rrezitet, nëse sherbeti nuk ka shumë sheqer, del pak më e butë. Nëse ka shumë sheqer, del shumë e fortë, tani edhe është pjesa që është ekstrem. Prapë më mirë e fortë se e butë. E butë duket sikur me hongër pite me sherbet. Po. Okej. Gjithmonë varet prej shijes që e dojnë. Kështu që vale bën me baklavën e fortë. Fortë. U tha u bë. U tha u bë. Nëse po thon valeve çfarë kontributi jam të dhënë, si robot jam të Besa që robotin e gatimit e kam që atë veç fort i dhnushëm jo me të s'po ma mush synin ndiqysh. Prapë si dora jote. Po më duket na duhet edhe pak sasi e miellit, ha? Me gjas shumë pak. Vale, tash po filloj me nda kismet. Ko gja po më duket sasi e madhe bëm. A duhet me unë gjesh shumë me qëtë recet që ke bote? S'ka nevojsh. Dhe më thonë është që kjo mjaftueshëm. A me pak edhe më? Okej. Ndaj e shpirt me dorë. Qësh, okej. Se mas mire, tash prap dy që të bëjmë po bashka? Ndaj pak, edhe na letëson. Ndaj ato në dy pjesë edhe për e qëti drumit na dalin praktësisht 70-80 kuloqa. Tash ti ndaja ne sot tush, është normal, sa ma vogël është ma mirë. A kanë nevojë më ndash ta prap? Jo, nuk ka nevojë. Tash po këtu jo më sent sa këzë ashtu veç. Ose ndashti ndajun e i rahatoj. Po, bravo. Ku kemi me i... Fillimisht pjëndojna, mandej ja bojmë forma. Ta ban ashtu? Jo. I kena dorë të shëqër zotit. Në dorë funksionoj kështu.
Me plastika shumë i që në hera dhe jam jetë më shumë. Veç edhe që kjo shumë e vogël. A për një të ndojën e krejt? A ban? Se po është atë pësin tash. Tash të njeftej. Sa ma vogël është ma mirë, po në rregull, nëse ajo nana jeme është ekspert i kuzhinës. Edhe në zakonisht ja baj ti e mbretneshe millit. Edhe i kuzhinës. Ekstrem i bën të qishme ushqime, gjithçka i bën tepër të mira. E taja nuk ka lënë çdo bakllavë. Ty sota që të notën e nejtë. Pa mjaftushë, ma shkelqyshë. Sinqerisht me thonë, ajo kur kesh nuk thet, po mandej ti e ban vetë krahasimin kur i han baklavat e saj. Po tash është problem pak. Nonat e tura dhe vullnetin e kanë pas më të madhë. Besa edhe nuk kanë pas punë jashtë shtëpisë, natyrisht që ajo ka ndiku shumë. Nana jam më kujtohet që shtrike petat e baklavës në për dhoma. Po, edhe në uter. E ton ditën e tash imagjinoje nana për banesa me pas mundësimi bloku krejt jashtë të shtëpisë. Një shesja lun rol shumë të madh për me sa më shumë që përdor, çaq më tërë na dalin petat. Beson në herë përdori për pite, për më shku petat mirë, kur bëj pite me rrath, fluturojnë petat. Po, shumë është po. Kështu që kogja jam edhe në një farë kuzhiniere. Nuk e dyshoj. Veç kur të hapi një faqe, datime me porosit të ganja ndë shpite ndë shfli. Njëherë po i kërkove, as kun tjetër nuk provove. Po, se dyshoj. Veç se ti para se me fillu me porosit, do është me pas... Nonën këshyren krejt shpia, porositin të ganja flia. Dësh me pas një ndim se dikon shkaku që... Bashk me shoke dasha mirë se kërkon nuk gjejnë ma mirë. Hajde pason... E veçanta e gatimeve të gonës se i bën të recitu, vargje të rimu. E tani normal që ka të trep me gatu. Najherë më thujnë fmit me pas qenë mam me kënu rep. S'kesh mujt me të kalu kërkush. Pra me shfar profesioni. A mosh me në uso janë bodi shtash? Shpërvali para iftarit të më shtem me numru. Veç e di që unë nuk i kum do në mënyrë të barabartë. S'ka gojle. Besojmë që s'ka gojle. Unë e thash edhe ma herët që adin shumë hupin kohën që të i do mënyrën shumë barabartë. Është mirë, është jeshi, nuk ka diskutim. 4-5, 5-4, 20. E dita që 5-4 bojnë 20. Lumt. Edhe gjithashtu mu ka kujtu që ka thot teorema e Pitagorës, para do dite të mësë djallë matematik, kështu që me memorje së jam edhe keqë. Tash normal me raste, po e la me kuna mbeti. Vaj vetani. Mirë Mileti. Kish pas thonë një farë poete. Jo për neve, po për në gjithë. A të kujtohet gane naj poezi e shkrimtarëve të vjetër shqiptarë që janë konë? Për shembull Filip Shiroka, Shkodallën dysh. Te për shumë e kumtash që në zanëse. Të kujtohet? Shkodallën dysh po, titulli për kujtohet. Në shumë gjasë dhe një anisë. Pranvera, Shkodallën dysh të i fluturue, prej misirin dhe në tjera, fusha e male të i kërkue. Edhe bukurjeta nushës, pas më kujtohet kush e ka shkru që thash për momentin, që thot po sa pash bukurin, zemrën e varfër ma piku, ndjeva në të dashurin, që më erdhe më smejku. Bukuroshe, sy më shqerë, shikom një hermua, të rëndafili kuq me erë, e din valë sa të dua. Deri te plaku, frynë murlani me stuhijo, murlana të frynë më ndalu akull më së më ngri, që në dhe ndorë për mu qam i vakë, qërë O, ti excellent. I thot vetit me zëpak, struku, i shkreti plak. Sa e mirë. Edhe mu pëlqen shumë shkrimet që... Para dhe pozit kanë pas ma shumë sharë. Definitivisht, diçka në herë më duket që i ka hup prej abetarës, që i ka ndryshu, ose i na konë të lidhët emocionalisht në nështë abetarë? Jo, nuk e besoj. Unë e kam abetaren, e kam porosit diku online, nuk e diku. Abetaren që kemi mësu na, kur kemi qenë në shkollë, kur kam qenë klasën e parë, është definitivisht është e pakrahasueshme, është shumë e mirë, shumë është e mirë. Unë e di që kur bojnë ndryshime, bojnë kënë se mjë përshtatë, ose fëmijëve, ose me bëna diçka më duke interesant, po është larg abetarës që ka qenë për ato viteve. Nësë po di, se nuk e kom bërë një farë analize, po me gjithë se tash. A mendojnë kështu dhe shikues? Ka pas për dashni për gjyshen, që ke harruar më i valbon, thot asgjë nuk kom harru, për gjyshen se kom përqafu, o ka një tregim në abetare. Më toni ka thonë peshe dhe lidhjeve fare fisnore, familjes, gjyshes. A të kanë ndodhur ndonjëherë me prit Bajramin e që s'ke gatu baklav, gane? Tasha do më mështit. Jo, nuk do me të thunë asën të hidhur, po e mendova jashtë asaj. Baklav, po, kanë kalu, Bajrama po baklav. A të ka do njëjtë sikur me ka festa e Bajramit, se mu më do këtë sikur
nuk është e njëjta festë nëse se kena baklavën. Po, vështani pasojat e baklavës mas Bajramit, po shfaqen peshore. Kështu që për që ta, po të thurujt, e shpesh herë mësë me gatu, ose kush dje musafir mja paketu e mja dhon me vete. Për ndryshe vale... Dalë dhe maku ka thoni thanje që unë e shumaj shumë atë njëdi, shumë i veçantë, thoshte ma mirë është me të metë marak, se mi ra pishman. Kështu që nëse e kërkon mjafton, ma mirë mos e tepron me i ra pishman mandej, ma mirë me të metë marak, me një, lere. E dikush e tepron është edhe merë shumë, ku e di unë 2-3 copa, ajo dihet që ka shumë sheqer. Po tash nuk të vitet të të këtë muni e bën, e hani baklavë. Me shku të këshikja tjetër, qysh mësmja për fill mundin e mësme bëhe sap. Edhe ashtu s'bën, kështu që kalën dita bëhen 6 kuleq baklavë, eventualisht 7, varsisht sa vizita i bën. Kështu që nëse nuk gatun baklavë, jam gjatë dorën musafirve, nuk i ngarkon me sasit lartë sheqerit. Në nuk është të vesh, të vale, apeshe. Gane, na kemi arrit dikon 70 kuleq me i ba, po kur ti t'hallojmë nga 5. Edhe peta kogja shumë rritet, mandej kur t'i palojna në tepsi, shtuhet prap numri petëve sa që dikon dete 100 që nështë ashkan. Për shkak që prehen skajet. Prehet është po. Sepse ajo prehet në formën e tepsis, skajet janë kogjat mdhaja që palohen, edhe i vjen me pas kogja shumë peta. Po petat për me dal, për me shku mirë, edhe me dal mirë, do të me la me pushu kogja shumë. Sa ma shumë që i laj ma mirë është, e tani na, nështë ta kena problem me kohën, do të pakten 1 orë me najtë është mirë. Jo, pilona me nejtë kulesht, e unë me bëj langin me speca për iftar, edhe pjulli do pitar. Ta i mbulojna dhe i lana pak me pushu. Tani me qenë se kulesht janë zbut, na fillojna me i tollu, edhe unë i tolloj ka 5 kuleq, por gjithmonë duke përdorë sa ma shumë një sheste, se ajo ja mundëson edhe pse tollohet me një vend, ja mundëson me unda petat, fillimisht i hapi një nga një, mandej i bashkaj. Një sheste është rëndësishme përdorë sa ma shumë. Na peta kena mjaftueshëm, po tepsinjat ganja pak ma të vogla, kështu që kemi vendos me i ba 2 baklava të ndryshme, një të pështjellë që i thojna edhe një të zakonshme, si baklava tradicionale që kanë qenë gjithmonë. Arrat i kena dhurat për një shokit dokës, kështu që edhe me met në livore e fort, i lusim për mirë kuptim. Duhet më që edhe në pak me të hallu, që tani thojnë shikus qasja pas kanë gjitë dorën heq. Jon, pa ta dhon pak me të hallu nuk e do. Nuk di ku me të hëlloj sa jote. Që shi thu të hëlloj se zgane? Patologi, thojnë në. Po, po e kom dëgju. Na, ndoshta sepse kjo të hëllusa, ose të hëllojsa, i të hëllon petët, të na kam një të hëlluse ose të hëllojs, edhe që shto zakonisht i kemi qujt. Sha po di. Po dhe na hotlo di qysh. Edhe kemi bënë. Bukë të nxehta pitet në përgjithësi, i bëj për një me shumë kom qef në vonë, edhe flinjat. Se që se bënëm një pite, këna mujtë në bëgë një pite për iftar sot. Mas Bajramit. Talka edhe... Edhe samunat kër i gatuj, po, kom qef. Samuna... Flija? Në përgjithësi. E kështu që kur të kalan në Bajrami, kena me marë fitoren, edhe na dyja bashk, edhe kush do na u bashku, me si të flinja dikon natyrë, me gjetë një vend mirë. Kush do më të bashku se na vinë për drum. Agone. Shëherliket e kanë zërë në drum. Se i kanë durët pak më të buta, kështë të fritojnë. Kështu që... Të mira në flinjat që vlehen. Vlera dhe fitoria nuk ju shkën me orë për flija me më drum. Edhe mi qitë renat nështë, në renat i qesin. Bismillah. A di që ka mujnë me bo këtu? Kër kryet flinja, tepsinjat mi lo. Mull me hangër. Jo, tepsinjat mi lo. Që ato në pritoj. Ajde, shakati ma i madhe vinë me lo tepsinjat këtë përdyhen. E po në pritoj që ato me bo, kështë që... Pjarë në fitores. Po më do këtë pesha, ty stërpik kështë me na i farë... Spreji, e ty pështjel me folje, ty lanë pak, me pushu. A ke po që shtojnë nëse dë një punë me kry shpejt, jepja dëmbelit. Pse sepse dëmbeli e gjanë alternative nëse mënyrën ma të letë me e bo. Ti deshte me thonë me këto qikjesh dhe Melita? Asë një herë. Me qenë se tepsinjat janë të vogla, na që shtërgumë edhe ma heret, jena të i bo 2 baklava, se petë kena mjaftushëm, po për me kërku të dyjat. Me po që shpo në dalin. Në shtrynëm që da ka dalë me e mirë. Do shë të jo. Nuk e di, a kanë kolegët tjera afërsi që që kemi na? One nëse nuk e, për shamo që të vikend, duke të s'kina folë telefon gona,
s'jemi pas, kemi fol, edhe kum dash me lan pak lirë se e kum lodhë të e thirë. Për ndryshe mos me thirë gane një herë ditje, une diçka së mira ditë, sinqerisht. Ose do të me menu qysh me ashtu ide i nesër. Tu u gëzuane. Qysh ka një herë njëre krijon lidhje, po dhe në fakt me kolegët e punës bjen kod gjatë me nejtë dhe normal që lidhja krijohet. Vala e lodhë. Jo, për kondazi, kur pesha të i rendit në depsi, hiç po lodhna. Dhe që kanë shku shpejt. Gati në erdhi iftari. Po, e di, po. Unë longin me speca jem të maru. Pital ka t'i kun bo gati. Tash edhe një supë kësmet olla në baftë e gjeli sabër. Edhe me të hongër një iftar kështu si studentat. Që besoj ka me kanë iftari ma i sheshëm, se në tjertë po ngarkojnë shumë. Edhe jena lodh, edhe ta më në bjen. A bën një long me speca ju vale? Po, qysh jo. Qysh e bën? Fillimisht i tregoj fitores që stash jem të e bo baklavën e pshtjelt, se i tregova që në fillim që kena peta mjaftushëm, e tepsijat janë të vogla, edhe na kena e patëm qef me ganë me bot dy baklava. Kështu që kemi ullë brumin për një herë, për të dyat. Tepsijat janë të vogla, edhe kjo e mbushta ka, a do me pa fitore? Ka keksat blun, ka arra, edhe ka roshterën, që e shkri pak buter, edhe qes këto mandej përzi, edhe me që të mbushje, i mbushje edhe baklavën. Edhe kjo del super e shishme. Këtë baklavë gane ma kam su një cimerk e gjilanit, ylfetja, që më bjemi së më kujtuhet, edhe kur mos e kum dru. Prej sajën e kum gatu gjithë, ka qenë baklava por që kum bo vetë, edhe ta shëqesin edhe krejt rrethi jam i ngusht, e kam su prej me e qëta, po është shumë e mirë. E ty mbyte Shaban langin, apo? Se dis, unë kur nuk është që e bëj me recetë. Unë për vete thëmë shka të kom bëllmet në frigorifer, ja qesë. Përsa pa më është pa recetë, veç normal në kam shatit janë shumë atë mira. Atë mira veç ka një herë për fëmit, për shambull po, edhe fëmit din me qitë kanune se... Tu e mbështje dhe qështu edhe anash. Unë kom qef edhe pak vaj ulliri mja qitë, edhe qysh jep pak shije. Vazhdoj me pejtën e radhës. Për iftar. Veç edhe një salat, e me bismillah, me ta shiju jetën. Me qenë se baklavat marrin këta shumë kohë pjekja, shërbeti, tjera, baklava pështet është të pjek, e këto tjetërën jam vetëm duke jam buterin. Mandej ganja ka mu përkujdes për shërbetin edhe për pjekjen. Se na nuk mujna me deri nesër me gjes, bëll na zuni iftari. Bëll na zuni iftari, ma tutje nuk mujna. Që që ganja ka më na njoftu ma tutje që shën pjek,